Arrest me burg ka përcaktuar gjykata e shkallës së parë në Shkodër për Shkëlzen Xhenjan, 25 vjeçarin e dyshuar për plagosjen e Fluturamuçës më 18 shkurt të këtij viti në lagjen Rus në Shkodër. Në sallën e gjyqit, i akuzuari si i porositur me pagesë, kërkoi që të lirohet me pretendimin se është arrestuar pa të drejtë, duke deklaruar se nuk është ai autori plagosjes së Fluturamuçës. Prokuroria përmes prokurores Edlira Cufi deklaroi se ka 2 alibi që lidhin 25 vjeçarin me plagosjen. E para ka të bëjë me plagën në gjurin e të dyshuarit, që sipas ekspertizës nuk ka më shumë se 48 orë përpara ngjarjes, por që mbrojtja pretendon se plaga ka ardhur si pasojë e rrëzimit nga kali. Argumenti i dytë lidhet me Sadetin Sulën, ish-kunatin e Fluturamuçës, i cili ndodhet nën masën e sigurisë arrest me burg, i akuzuar për vrasjen e motrës së fluturës, Suela Sula. Vetë Fluturamuça ka deklaruar para organit akuzës se plagosja e saj është porosia e ish-kunatit, sepse mes dy familjeve vijon të ketë konflikt. I dyshuari Shkëlzen Xhenja ishte i dënuar me burg për vendosje tritoli në vitin 2014 në banesën e biznesmenit Bledar Canka, e përfitoi nga amnistia e këtij viti. Prokuroria ka dyshime se për shkak se Sula dhe Xhenja kanë qenë të dy në burg, mund të kenë gjetur ndonjë lidhje përmes të dënuarve të tjerë, por ndryshe pretendon avokati mbrojtës. Alibit nuk ekzistojnë në proces penal, pra duhet me domos të ketë prova shkresore për të lidhur kërkesën e prokurorisë, pra duhet pa pasur prova nuk mund dënosh as nuk mund privosh lirinë e tjetër, qoftë me mosigurimit arrest në burg. Sadetin Sula nga ana tjetër ka mohuar autorsinë e vrasjes së ish-bashkëshorte Suela Sula, ndërsa familja e viktimës vazhdimisht vijon të akuzojë atë. Një tjetër pikë nxehtë e konfliktit mes familjes dhe dhëndrit janë fëmijët e çiftit, të cilët mbahen nga tezja e tyre Fluturamuça, tashmë e plagosur.